Atëherë ju njoftojmë se deri në këtë kohë ka përfunduar votimi në 25 përfaqësi diplomatike në shtetet si në Turqi, Gjermani, Zvicër, Francë, Belgjik, Norvegji, Austri, Suedi, Sloveni, Danimark, Itali, Kroaci, Holandë, Republikë Çeke, Hungari dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas kohës lokale në Kosovë, në orën 1 pas mesnatë do të përfundoj votimi në 4 përfaqësi tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada. Gjatë gjithë ditës së sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësitë diplomatike dhe nga zyrtarët e shërbimit votues u janë ofruar udhëzimet e nevojshme për zhvillimin e votimit sipas ligjit dhe procedurave. Në përgjithësi nga komunikimi i vazhdueshëm, procesi i votimit është zhvilluar pa ndonjë pengesë. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, falenderojmë shefat dhe stafin e misioneve diplomatike dhe anëtarët e këshillave të vendvotimit për angazhimin e tyre gjatë ditës së sotme. Sipas të dhënave nga 25 përfaqësi diplomatike ku është mbyllur votimi, por edhe nga të dhënat e orës 13 nga votimi në SBA dhe Kanada, nga 19.187 votues të regjistruar, kanë votuar 81.29% apo 15.597 votues. Sipas procedurave, këto flet votime nuk do të numërohen në përfaqësi diplomatike, por gjatë ditëve në vazhdim do të sillen në Kosovë dhe numërimi i tyre do të bëhet në vendin tonë. Gazetar nuk po shoh veç kamerman, nëse s'ka dikush diçka. Atëherë me kaq e përmbyllim. Shihemi në nesër. No? Vëzhguesve nga Republika e Shqipërisë tash i presim nalt. Për nesër, ndoshta publikisht, bëj një apel për të gjithë këshillat e vendvotimeve, komisioneve komunale, që të jenë në nivel detyrës, të respektojnë ligjin dhe rregullat zgjedhore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Na pret një ditë e gjatë nesër, një ditë ku duhet t'i ofrojmë qytetarëve drejtën e votës, andaj shpresojmë që të gjithë jemi në nivel të detyrës dhe të respektojmë rregullat e ligjit. Uroj të gjithë një ditë të mbarë.